17 vjeçaria nga Vlora, e cila akuzoi baban e saj për abuzim seksual e që solli dhe një abort të detyruar duke i rrezikuar jetën, sot ka një tjetër version për ngjarjen. Sipas saj, ka qenë një fëmijë i moshuar ai që e përdhunoi, por nga frika ajo akuzoi të atin. Më po çoja vllajin për në kopësht, ai më doli përpara. Edhe më tha ma hajde punë. Kush? Ai personi. Vetëm po se erdhe më tha ma do vritesh ti. Edhe familja jote. Unë i thash nuk kam mundësi. Ai tha do vish, të them. Unë aq frikë që pata, vajta. Se unë nuk mbrojta atë, po do babain tim është që ke vështirë. Pra, i abuzuar dhe nga babai dhe nga një person tjetër? Jo. Unë edhe thash në Afrika. Këtë nga Afrika? Për babin. Edhe babi nuk më ka asnjë faj, fahin e kam vetë që nuk i tregova. Edhe po ky person kush është? Është një plak. Po. Ai ka qapuqra në fytyrë, është pak i dobët, edhe ka një puqër më mballë. Unë emrin nuk ja di ati. Pas denuncimit të së bijës, Vëçina e ka përfunduar në burg dhe ndodhet në masën e sigurisë arrest në burg deri në daljen e analizës së ADN-s të kryer ndaj fetusit. Por 17 vjeçaria thotë se ndihet e penduar për denoncimin që i bëri babait të saj dhe i druhet daljes së tij nga burgu, pasi ka frikë se do ta përzër nga shtëpia. Po babi të ka abuzuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Babi mua mbante afër, po unë e akuzova kot. Se kisha frikë më vrisa. Më ke babi, më akuzova kot. Kanë ushtruar presion psikologjik njerëzit ndaj teje? Të kanë thënë për shembull që ke bërë të gabim? Po, kanë thënë. Shumë. Njerëz se babi më shumë. Çfarë kërkon ti? Unë kërkoj që duhet të nxjerr babain tim, të kërkohet ai person. Se dhe të dal babain prapë më nuk do më doj. Kam frikë më nuk më do më doj. Do më daj në familje, në vlezri. Prapë që e ka thënë. Familja Çinaj prej pesantarësh jeton në kushte teje të vështira ekonomike. Pas apeleve në News 24 për ndihmë, nëna e këtyre fëmijëve u punësua si sanitare në spital, por tashmë ka përfunduar kontrata dhe ata nuk kanë asnjë të ardhur për të jetuar. Unë i rrit shumë vështirë në shi fëmijët, kontrata e punës mbaroi. Një ngela një vetëm, doaj vetëm një shtëpi, edhe punë. Asnjë gjë tjetër, edhe ndihmë sociale nuk kam asnjë të ardhur në ato. Që sot unë i kam pa bukë. Shtëpia ku ata jetojnë është jashtë çdo kushti minimal jetese.